Në sabri të nërëzër është në goditën e parë, që aty njëri prandaj të me koni gatshëm njëtë për gjithë shka. Dhe në reagim mos me nëzitu. Për shembull se të godet diçka e pakëndshme, një sprovë, një fatkeqësi, mos reago me njëre. Çështja e parë që duhet me pas kujdes është goja. Ruaje gjuhën. Nga se shumë e rëndësi që ka thua në momente para, shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi që ka thua në këto qaste, me here. Prandaj në le vetën, aktivizoj mendjen, thuaj ato që ka duhet, pastaj vazhdo tutje. E po njerëzit kanë në nervoz, në ngarkesë, thot diçka, tani kur kryet ka lëndu, ta ka coptu zemrën, thot, bam Allah se kesh ngarkum. Në rregull, të kuptoj që i ngarkum, ama zëmon që i ngarkum të ashtu më shfryn dikon tjetër pa drejt. Po përmbajë pak, bë sabër, përshta sabri. Përshta du të me bë sabër. Përshta ne po flasëm për sabrin. Me qenë të pregaditur për çdo situatë. Mi po i thot njëri gjithçka, e ofendon, për shembull, e lëndon, thot fjalë që nuk thuan fare, pastaj vjen thot, o kom qenë nervoz. E ku është sabri? Pastaj di pse je nervoz, zëmon që duhet tash me coptu zemrën e dikujt, me lëndu, nuk do të më thon. Përmbajë gjuhën. Çështja e parë është me përmbajt gjuhën.